Kapitulli 3. Duhet ta dish se në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira. Njerëzit do të jenë egoist, lakmitar parash, mburravec dhe mendjemëdhenj. Ata do të fyejnë Perëndin dhe nuk do t'u binden prindërve. Do të jenë mosmirënjohës, të pa fe, pa dashuri njerëzore, zemrak, shpifës, të papërmbajtur, shtazarak që nuk e duan mirësinë, tradhtar, kokë krisur dhe fodull. Ata do t'jepen më shumë pas kënaqësive se sa do të duan Perëndin. Do t'jenë të përkushtuar ndaj tij në dukje, por në të vërtet do ta kenë mohuar fuqinë e besimit. Largohu edhe nga këta. Sepse disa prej këtyre përvidhen në shtëpitë grave mendjeleta e mëkatare dhe i bëjnë për vete. Këto gra sundohen nga dëshira të ndryshme dhe megjithse përpiqen gjithnjë të mësojnë, nuk arrin asnjëherë të njohin plotësisht të vërtetën. Ashtu si Janesi dhe Jambresi kundërshtuan Mojsiun, po kështu dhe këta njerëz i kundërvijen së vërtetës, sepse janë mendjeprishur dhe mos përfillës ndaj besimit. Këta nuk do të shkojnë shumë larg, sepse marrëzia e tyre do të duket sheshit para të gjithëve, ashtu si kurse ndodhi edhe me Janesin e Jambresin. Përkundrazi, ti Timote, ke ndjekur nga afër mësimin tim, sjelljen, qëllimin, besimin, durimin, dashurinë, qëndresën, përndjekjet dhe vuajtjet që pësova në Antioki, në Ikonë dhe në Listra. Durova shumë për ndjekje, por Zoti më shpëtoi nga të gjitha. Në të vërtetë, të gjithë ata që duan të bëjnë një jetë të përkushtuar ndaj Krishtit Jezu, do të përndiqen. Ndërsa njerëzit e ligj dhe mashtrues do të bëhen edhe më keq, duke mashtruar dhe duke u mashtruar. Por ti vazhdo të qëndrosh në ato që mësove dhe për të cilat u binde plotësisht, sepse ti e di prej kujt i mësove. Që nga fëmiria ti i ke njohur shkrimet e shenjta, të cilat mund të t'i japin urtin që të çon drejt shpëtimit përmes besimit në Krishtin Jezu. I gjithë shkrimi i shenjtë është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, për qortim, për ndreqje dhe për edukim në drejtësi, që njeriu i Perëndis të jetë i përgatitur plotësisht dhe i aftë për çdo vepër të mirë.